Zonja dhe zotëri, ju ngjatjeta uroj të jeni mirë. Washingtoni nuk ka parë diçka të tillë që nga viti 1981. Një darkë që supozohet ishte festa e medias dhe e pushtetit, u kthye mbrëm në një fest lufte në Washington. Donald Trump, i rrethuar nga elita, evakuohet me një forcë brutale nga shërbimi sekret amerikan, të shtëna panik dhe një shkelje sigurie që në një farë mënyre e vendos në siklet superfuqinë e botës. A kemi të bëjmë me një skenar të një filmi indian, një film hollywoodian, për të ringjallur simpatin popullore tek Trumpi apo tek Partia Republikane pas humbjes dhe rënies së pikëve të tyre në një formë katastrofike në ditët e fundit, apo Amerika ka humbur vërtet timonin e sigurisë së brendshme? Çfarë është duke ndodhur në Washington? Çfarë po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe si lidhet kjo me luftën e gjirit, me përplasjen me Iranin dhe me të gjitha dosjet e tjera, për të cilat do ju flas shkurtimisht sot, sepse do të takohemi në mbrëmje në 21:30 live këtu në takimin e dielës për të bërë një analizë 360 gradë për gjithçka është duke ndodhur në planet, por edhe këtu në Shqipërinë tonë, në Ballkanin tonë. Ndërsa Trump ka anulluar takimin e tij për në Pakistan, siç ju njoftova mbrëm, me një justifikim pothuajse të papranueshëm për logjikën njerëzore, ka folur se takimi i Pakistanit është anulluar sepse 18 orë fluturim janë shumë për Kushnerin dhe për Witkoffin. Por prapaskenat na zbulojnë diçka krejt tjetër. Me njëherë pasi Trump anullon vizitën apo takimin apo udhëtimin e Pakistanit për Kushner dhe Witkoff, ndodh diçka e madhe. Irani po luan me letra të tjera që Washingtoni në këtë moment nuk po i lexon, ose se nuk do, ose sepse nuk i shko për shtat, ose sepse ka dëshirë të lexojë diçka tjetër në këtë moment. Ngushticat e Hormuzit dhe të Bab el-Mandabit po digjen, ndërkohë që ka atentat ndaj Donald Trumpit në Washington. Abu Dhabi nga ana tjetër, Emiratet e Bashkuara Arabe, parajsa që i tregojnë njerëzve nëpër televizione, po kërkon dollar emergjence nga ku të mundet që të shpëtojë ekonominë e Emirateve të Bashkuara Arabe. Do të hym pak sot urgjentisht brenda dosjes së Cole Thomas Allen, personi që ka tentuar të bëjë atentat ndaj Donald Trumpit, dhe do të zbërthejmë urgjentisht brenda një kohe relativisht të shkurtër pse kjo ngjarje mund të ketë ndryshuar rrjedhën e historisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pse bota ende nuk e ka kuptuar këtë. Mirë se vini, e di që jeni duke kaluar fundjavë, shpresoj të jeni duke kaluar fundjavë të qetë, unë u ndala sepse nuk priste për ndarë kjo histori. Le të kthehemi tek momenti kritik. Presidenti Donald Trump ishte i ulur në White House Correspondents' Dinner. Është një mbrëmje që bëhet për korrespondentët e shtëpisë së bardhë, mbrëmje shumë e rëndësishme, dinner gala, mbrëmje gala, pra e shtruar me simbolik të rëndësishme që është bërë vazhdimisht përgjatë historisë. Pranë tij ulej zonja e parë e Amerikës, Melania Trump. Salla e hotelit të Washington Hilton është e famshme për sigurinë e saj, pra ishte zgjedhur pikërisht Washington Hilton, sepse njihet për sigurinë e saj të lartë, ka një sallë të madhe që mban mbi 2000 persona ky hotel, dhe ka shumë pak hyrje dalje, pra është dhe konsiderohet një bunker për mbi tokë, shumë i lehtë për të mbrojtur. Papritur një person i jep Trumpit një letër. Trumpi zhytet në atë shënim dhe në atë letër që i vjen ndërkohë që ishte në darkë. Në ato sekonda, ai ishte njeriu më i vetmuar në sallë, sepse sytë e të gjithë të pranishmëve në sallën e Washington Hilton ishin tek një rrezik që po vinte nga jashtë barrierave. Shërbimi sekret amerikan ndërhyn si një skuadër sulmi me shpejtësi rrufe. Jo vetëm për Donald Trumpit. Pra, ndërhyrja nuk ishte vetëm për presidentin Trump. Agjentët
e kapin J.D. Vance, Mike Johnson dhe kupolën e shtetit dhe i tërheqin zvarr. Me njëherë pa i pyet fare se çfarë etikete kanë në mbrojtje të tyre sigurisht. Kush është Cole Thomas Allen, 31 vjeçari, inxhinier kompjuterik me master pedagog, i cili tentoi të kryente atentat ndaj Donald Trumpit sipas njoftimeve që na vijnë në kohë rekord nga Washington. Ky nuk është profili i një personi dëshpëruar, duhet ta kuptojmë. Ky është profili i një mendje strategjike e cila duket qartë që ka në mendjen e tij diçka shumë më të madhe se sa bërja zhurmë apo të qenit të bësh njëri i famshëm. Allen kishte rezervuar një dhomë në të njëjtin hotel. Ishte brenda në Washington Hilton përpara se festa të fillonte. Pra, gjithçka ishte përgatitur më parë. Tani, ti bëjmë një analizë të hollë, të shpejtë, të imët përsiptas sigurisë, historisë së sigurisë. Të bëjmë ca pyetje normale që duhet i bëj çdo logjik elementare njerëzore. Si e mundi, si ja doli Allen të kaloj perimetrin e parë të sigurisë? Ai kishte me vete një armë gjuetie. Pra, armë gjuetie me vete dhe ti ke kalu perimetrin e parë të sigurisë. Një pistolet dhe thika, armë gjuetie, një pistolet dhe thika me vete. Ai nuk u përplas me rojet, por vrapoi. Në gjuhën e sigurisë, ky operacion apo kjo lëvizje quhet blitz penetration apo penetrimi blitz, ndërhyrje shpejt, penetrim i shpejt. Çfarë bëri Allen? Ai shfrytëzoi një dritare sekondash ku vëmendja ishte tek kontrolli i listave dhe jo tek lëvizja fizike e shpejt e personave. Që një inxhinier lojrash elektronike arriti të thyej sigurinë presidenciale, këtu duhet ngrem një pyetje shumë të madhe, të cilën nuk kemi asnjë mundësi ta anashkalojmë. A ishte siguria e dobët vërtet brenda në Washington Hilton në një ngjarje kaq të rëndësishme, apo dikush e la portën hapur qëllimisht? Kthehemi pak tek një moment shumë i rëndësishëm që duhet kuptohet tek psikologjia dhe psikoanaliza e Allen, e atentatorit ndaj presidentit Trump. Hetimet tregojnë se ky pas ka patur një dashuri të madhe për Kamala Harrisin dhe pas ka qenë pra një personazh i cili ka patur implikime emocionale me të majtën dhe Kamala Harris. Çfarë thot gazeta Sunday Times? Ka folur shumë për këtë pjesë, kanë folur dhe pjesa tjetër e shtypit amerikan, kanë folur dhe pjesa tjetër e shtypit europian, por unë do të përpiqem t'ju shpjegoj ajkën e gjithë kësaj historie. Një pjesë e mediave të mëdha kanë heshtur, por media britanike si Sunday Times janë duke nxjerrë një detaj i cili përvëllon. Cole Thomas Allen, atentatori i Donald Trumpit, pra personi i cili kaloi me blitz penetration, kishte dhuruar $25 më parë për fushatën e ish kandidates Kamala Harris. Është ajo që ja ka bërë parathënien e librit Linda Rama, bashkëshortja e kryeministrit të përkohshëm të Shqipërisë. Këtë donacion e ka bërë në vitin 2024. Ky informacion e ndryshon, apo të paktën tenton ta ndryshojë tërësisht narrativën. Nëse autori Allen do të ishte një mbështetës i Donald Trumpit, do të thoshim se ishte një incident i izoluar, por këtu kemi një profil ideologjik të qartë të atentatorit dhe një tentativë për të ngjyrosur ideologjikisht dhe për t'i dhënë një profil të qartë identikitit ideologjik të atentatorit Allen. Ky personazh nuk ishte një kriminal rrugësh, që të mos ngatëroheni. Atentatori nuk ishte një homeless, nuk ishte një vrasës me pagesë. Ai ishte një produkt i narrativës mediatike
e cila e paraqet Trumpin si fundin e demokracisë. Pra ishte pjesë, produkt intelektual i narrativës mediatike e cila tregon se Trumpi është një katastrofë e madhe, i cili po e çon Amerikën në një katastrofë dhe po sjell fundin e epokës demokracisë për Amerikën, për rrjedhoj edhe për botën. Në mendjen e një inxhinieri kompjuterik, ai po bënte një debug të sistemit, pra po eliminonte atë që në gjuhën e inxhinierëve të kompjuterit quhen virus. Ai me tentativën e tij për të eliminuar Donald Trumpin, në mendjen e tij, apo të paktën mesazhi që vjen për njerëzit, për botën, është që ai donte të synonte të eliminonte virusin e lirisë dhe demokracisë për Amerikën dhe për gjithë botën. Këtu tani kthehemi tek ironia e fatit. Jemi në të njëjtin hotel Hilton Washington, ku në 1981 u qëllua në të njëjtën formë Ronald Reagan. Hoteli Hilton nuk është thjesht një ndërtesë miq, është një vend i mallkuar për presidentët republikanë. Imagjino pra, në të njëjtin hotel, në 81 Ronald Reagan i bëhet atentat në të njëjtin hotel. Dhe këtu lind një pyetje e rëndësishme. Pse Trump donte të kthehej në sallë? Ai kërkonte të tregonte fuqi live përpara 2000 gazetarëve të gjendur në sallë. Por shërbimi sekret amerikan tha jo. Kur jepet urdhri i evakuimit, agenti ka autoritet më të lartë se presidenti i Amerikës. Në atë sallë të sigurt ka një bodrum aty poshtë, ka një sallë më të sigurt, dhe aty u vendos në një farë mënyrë, u shkrua edhe fati i asaj nate. Të kthehemi pak tek negociatat e Pakistanit dhe kurthi i Iranit, kurthi i Pakistanit, kurthi i Hormuzit. Të lëvizim pak nga Washingtoni tek gjeografia që vret. Trump anulloi vizitën e Witkoff dhe të Kushnerit në Islamabad. Ndërkohë, me njëherë pas këtij anullimi vjen edhe ngjarja me atentatin. Justifikimi ishte shumë humoristik. Pra, 18 orë janë shumë, tha, për shku deri në Pakistan për të bërë një raund të dytë të negociatash. Që do të thotë, të gjithë e dinë që Trump nuk do të shqetësohet për udhëtimin 18 orësh, por aty ka diçka tjetër që ndodhet dhe që fshihet nga pas. E vërteta është se Irani e kishte refuzuar negociatën më përpara. Pra, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ishte i prerë. Nuk ka negociata, as direkte, as indirekte, dhe këtë mesazh ja kishte përcjell Washingtonit edhe nëpërmjet ndërmjetësit Pakistanit, edhe ndërmjetësit Katarit. Trumpi u gjend përballë një muri të madh. Për të mos u dukur i refuzuar nga Irani, ai krijoi një narrativ të dokumentit më të mirë, të cilit ja dërguan iranianët pas anullimit. Këtu ka një realitet strategjik të cilin duhet ta kuptojmë mirë. Trump po mendon si biznesmen, por Irani po luan si lojtar gjeopolitik i mbijetesës. Amerika është në një kurth që në gjeopolitik quhet kurthi i jo paqes dhe jo luftës. Dhe të shkosh në një orientim që në një drejtim stagnativ, që është jo paqe dhe jo luftë, është në vetvete një kurth i madh. Pse? Sepse Trump thot, unë kam flotë shumë, kam flota të mëdha, kam ushtar, kam marinza, kam F-35, kam gjithë bombardusit atje, kam B-52-shët, kam sistemet të raketore, jam fuqia më e madhe ushtarake në botë, pa diskutim. Por, si është e mundur që kjo fuqi e madhe nuk hyn dot në Hormuz, me gjithë këtë fuqi që ka? Pse nuk e bën dot? Sepse çdo vark e vogël iraniane është një bombë atje. Dhe një vark $50.000 mund të bëjë qametrin. Një vark që kushton vetëm $50.000 mund të hedhë në erë një anije që kushton $1 miliard. Dhe këtu vjen me njëherë në lojë dhe hyn një lojtar si Abu Dhabi, Emiratet e Bashkuara Arabe. Vendi i shkëlqimit të madh që ju e keni parë, i reklamave,
i jetës prallore, i luksit, Abu Dhabi është zyrtarisht në një krizë të cilën po e mban me kujdes. Abu Dhabi është vendi ku shkon Edi Rama, e keni parë ju her pas here që mburret se ka lidhje me të gjithë planetin, lidhje të cilat i projekton nga lidhja e tij e fortë me Abu Dhabin, që kalon me lidhje të fortë në Tel Aviv dhe më pas në Washington dhe në qendrat e tjera të diplomacisë ndërkombëtare. Një raport i rrezikshëm shumë i Tactical Reports në Shtetet Bashkuara të Amerikës zbulon se Emiratet e Bashkuara Arabe janë duke u përgjaku. Portet e tyre janë duke humbur besimin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, siç u thash edhe para 2 ditësh, po i kërkojnë Washingtonit, po i luten që të jap një sasi të frikshme dollarësh, sepse ka nevojë për likuiditet, por nga ana tjetër, në të njëjtën kohë, Abu Dhabi ka hapur një linjë sekrete me Teheranin nëpërmjet kanalit të inteligjencës egjiptiane. Shpresoj që edhe Rama ta di këtë dhe t'i japi ndonjë këshill vëllezërve të tij në Abu Dhabi. Ata janë duke kërkuar paqë sepse e dinë që që nëse plas lufta, Dubai dhe Abu Dhabi do të jenë të parët që do të fshihen nga harta ekonomike e lindjes mesme. Dhe Abu Dhabi me Dubai kanë qenë 2 pikat që janë goditur më fort pas Bahreinit, pas vjen Katari, që kanë marrë goditjet më të forta në këtë vend të jashtëzakonisht jetik dhe strategjik për gjirin persik. Këtu vim tek një lojë tjetër akoma më e madhe, e cila fshihet në horizontin e atentatit të Washingtonit dhe të lojës së lindjes së mesme. Ju duhet ta kuptoni që gjërat janë ngushësisht lidhura me njëra tjetrën. Shkojmë nga Washingtoni, nga Hilton Washington në Hormuz dhe me njëherë tek fyti i Kinës në Malaka. Malaka është një ngushticë detare që është jetike mes Singapurit, Malezisë dhe Indonezisë, ku kalon 80% e madhrave të Kinës. Dragojnë kinez po na e mbajnë të fshehur nga kjo panoramë. Pekini po e vëzhgon me vëmendje çdo sekond të pafuqisë së Washingtonit për të vepruar në Hormuz. Për Kinën, ky është një laborator falas, është një luftë falas që po i jep mësime dhe leksione Kinës dhe Kina po mban shënime të duhura. Këshilltari kinez Guo Dingguo e tha hapur: Amerika po përgatit një strategji që ka lidhje me ne me Kinën. Është strategji globale detare. Ajo që po testojnë sot në Hormuz, thot Kina, po planifikojnë ta bëjnë nesër në ngushticën e Malakës. Malaka është, ju e dini, aorta e Kinës, 80% e naftës kineze kalon aty. Kina është duke e kuptuar që nëse Amerika mëson si të mbyll Hormuzin, pa shkaktuar kolaps global, radhën e ka Pekini pa asnjë diskutim. Sa vite ka që unë ju them që përballja është me Kinën, nuk është me Rusinë dhe me Iranin. Gjithsesi, Kina nuk do ta lër Iranin të bjerë me çdo kusht, duke lënë shenja gishtrish ose duke mos lënë shenja gishtrish. Çdo dollar që Irani përdor për të sfiduar Donald Trumpin dhe perandorin amerikane e ka një vul kineze nga pas. Lufta nuk është më tepër, nuk është më luftë ideologjike. Është luftë për kontrollin e çezmave të naftës dhe të gazit të gjithë planetit. Dhe ka një histori e cila nuk po ju tregohet dhe të cilën duhet ta dini sot. Nisëm me një tentativë të një atentati në një hotel luksoz në Washington dhe përfunduam në ngushticat e Hormuzit e të Malakës, atje ku vendoset fati i botës. Kjo është diçka të cilën ju mbajnë të fshehur. Tentativa për eliminimin, për vrasjen e Donald Trump
mund të jetë një film indian i skenar Bollywoodi për të fituar simpati. Trumpi është në pikjad, republikanët janë në pikjad, dhe skenari numër 1 është pa diskutim një film Hollywoodi ose Bollywoodi. Bollywoodi është indian, për të rikuperuar pikë dhe i bash. Por nga ana tjetër, mund tjetë edhe treguesi më i qartë se sistemi Amerikan tashmë është i qartë. Cole Thomas Allen, atentatori i vrasjes, i tentativës për të eliminuar Donald Trumpin, nuk ishte thjesht një inxhinier kompjuterësh. Atentatori ishte një simptom e qartë që duhet parë dhe duhet mësuar dhe duhet kuptuar me shumë kujdes. Ndërkohë, Donald Trump vazhdon të pretendojë se i ka të gjitha kartat, por bota po sheh një president që po evakuohet me vrap dhe një diplomaci që anullohet për shkak të lodhjes nga fluturimi në avion. Këto janë dy gjëra të cilat njerëzit duhet t'i kuptojnë me kujdes. Dhe pyetja që mbetet për ne, për ju dhe për gjithë njerëzit e thjesht që duan të kuptojnë diçka. A do të mjaftoj populariteti që Trump fitoi nga ky incident atentat për ta mbrojtur Amerikën si superfuqi botërore, apo jemi duke parë live fillimin e rënjes së perandorisë në ngushticat më të nxehta të globit dhe të gjithë planetit. Por miqtë mi, ndërsa shohim këto skena në Washington, apo nga ngushtica e Hormuzit apo e Malakës, pyetja që lind natyrshëm është: ku jemi ne? Ku rri Shqipëria dhe ku rri Ballkani në këtë hartë që po digjet dhe po griset dita ditës, ora orës dhe minutë pas minute? Mos u gënjeni duke menduar se jemi larg. Në gjeopolitikën e sotme, kur tundet Washingtoni, tërmeti ndihet në Tiranë, ndihet në Prishtinë, ndihet dhe në Shkup. Po pse na prek ne dosja e atentatit Hilton ndaj Donald Trumpit? Nëse siguria presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka këto vrima vërtet që i shihni, imagjinoni çfarë ndodh me arkitekturën e sigurisë në Ballkan, e cila mbahet në këmbë pikërisht nga autoriteti i palëkundur amerikan, pikërisht nga autoriteti i bazave amerikane në Bond Steel, në Kuçov dhe ndonjë pikë tjetër të Ballkanit. Një Amerikë e fokusuar tek ujqërit e vetmuar si atentatori i Washingtonit, brenda shtëpisë së saj dhe te mbytyja ekonomike në lindjen e mesme, pas një diskutim, është një Amerikë që ka më pak kohë për të vëzhguar kufijt tuaj këtu në Ballkan. Më lejoni t'ju a them të vërtetën hapur shkoqur, siç ju a them vazhdimisht, sepse nuk kam më kohë për diplomaci. Lidhja e gjitha këtyre ngjarjeve nuk mundet të injorohet dhe as mundet të tolerohet, nga atentati i Trumpit tek lufta për kontrollin e ngushticave jetike energjetike të botës. Kur ju flas për ngushticën e Hormuzit, ju duhet mendoni menjëherë për portin e Durrësit dhe gasjellsin TAP. Ballkani është ngushtica toksore e Europës. Nëse Irani dhe Kina po testojnë sot si të bllokojnë arterjet detare të botës, rivalët e tyre në Ballkan po testojnë sot si të bllokojnë arterjet energjetike që ushqejnë perëndimin përmes tokës tonë shqiptare këtu në zemër të Ballkanit. Kam një mesazh për vëllezërit dhe motrat e mi shqiptar në Shqipërinë, trojet e tyre etnike dhe në diaspor kudo ku gjenden. Ne shqiptarët, vëllezër dhe motra, kemi një traditë. I kemi syt nga Washingtoni si nga drita e shpresës. Gjithmonë i kemi pasur syt atje. Por kjo ngjarje duhet na zgjoj, na trondis, dhe atentati i Washingtonit bashkë me atë që po ndodh në ngushticën e Hormuzit e të Malakës duhet na zgjoj vërtetësisht nga gjumi. Kur shohim Trumpin që evakuohet me vrap, mesazhi për ne është i qartë. Koha
e fjetjes gjumë të sigurt se e kemi sigurin të siguruar. Koha e gjumit të Arushës tashmë ka përfunduar. Besimi i verbër tashmë ka përfunduar. Besimi i verbër se ne jemi të garantuar dhe duhet rrim të qatë, të qetë, flem të qetë, s'kemi punë, na garanto Amerika edhe ne hym Big Brother, ferma VIP, ham, pim, kërcejmë, lajmë pishin, bëjmë seks, bëjmë pall, jetojmë bukur, shohim reklamat e podcasterave të ri, ham, pim, shohim ku do shkojmë Ibiza, në Barcelonë, Antalya, Bodrum, Kemer, Belek, Janin, ishujt e Greqis, ku do bëjmë pushime, ku do kapim një zot njën, që të kalojmë pushimet e bukura, se na siguro Amerika. Kjo është rren të cilën po e fabrikojnë ata, që e përdorin Amerikën, si që ju thash, si mask për të bërë terrenin gati për fuqi të tjera, që po bëhen gati të hynë këtu. Ballkani është një tabel shahu e qartë sot, ku aktorët e lindjes, ata që sot po sfidojnë Trumpin në Pakistan dhe në Hormuz, po rrisin ndikimin e tyre nëpërmjet investimeve, rrjeteve sociale dhe destabilizimit të brendshëm. Ironia që pam në Hilton, Washington, ku një inxhinier kompjuterik master, pedagog universiteti, tentoi të ndryshonte historinë, një lloj si atentati i parë i Trumpit, që i kaloi plumbi tek veshi dhe ja ngriti popularitetin në maj. Ky erdhi për të ndryshuar historinë nga ana tjetër. Ky është paralajmërimi për luftën e re dhe për zjarret dhe flakët avujt e nxehtë që po vinë në drejtim të Ballkanit. Një luftë hibride, ku armët nuk janë domosdoshmërisht tanket, por kodet kompjuterike dhe narrativat që përcillen nëpërmjet mediave të Beogradit në Tiranë. Kam një konkluzion kombëtar që është shpall sot nga këtu, në mes të ditës së diel, nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Ande. Vëllezër dhe motra shqiptar, Shqipëria nuk është në një ishull i izoluar, por një nyje shumë e rëndësishme në këtë përplasje titanësh. Nëse Washingtoni hutohet nga krizat e brendshme, ne duhet të jemi më të bashkuar se kurrë sot dhe më të zgjuar se kurrë të hapim sytë dhe veshët, të ruajmë Shqipërinë nga elitat anti-shqiptare që e kontrollojnë atë sot. Gjeografia na e ka dhënë bekimin e të madhit Zot, por njëkohësisht edhe mallkimin e të qenit në një udhkryq nga më të rrezikshmit e botës. Pyetja për ne nuk është sot, a do të fitoj Donald Trump apo do të fitojnë demokratët në këtë përballje PR-i e cila gatuhet sot me një atentat indian në zemër të Amerikës, nuk është kjo pyetja. Pyetja është, a jemi ne sot gati si komb të mbjetojmë në një botë ku askush, as vetë presidenti i SBA-ve, nuk është më i paprekshëm? Sido që të jetë skenari i Washingtonit dhe i Hiltonit, sido qoftë atentati na tregoi, edhe në skenarin më pak të mundshëm, që as SBA-ja, as presidenti i Amerikës nuk është më i sigurt sot. Qëndroni zgjuar, qëndroni bashk, shqiptar, sepse historia nuk po shkruhet më në libra, po ndodh para syve tan live në çdo sekond të këtij emisioni, i cili ju njofton në detaje se çfarë po ndodh. Zoti ju bekoft ju, Zoti bekoft shqiptarët kudo ku janë. Mos harroni kurrë, miq. Gjeografia nuk gënjen kurrë, politikanët gënjejnë. Edhe një herë ju rikujtoj, unë jam Krishnik Osmani që më shihni për herë të parë. Ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu, do të jemi sonte ndark live në 21:30 në këtë kanal për të parë të gjitha kulisat e lojës së madhe dhe për të vazhduar aksionin ton të zgjimit dhe bërjen gati për hapat e radhës. Merrni videon, çojeni pjesës tjetër të shqiptarëve, mbështeteni kanalin duke i bërë like, share, subscribe dhe
mos harroni, duke ju falënderuar për kohën tuaj të çmuar, kaloni bukur këtë fundjavë dhe do të rishihemi sërish në darkë.